Teksa sot është afati i fundit për liruar banesat në mënyrë vullnetare, banorët e prekur nga projekti i Durrës kanë dalë me një deklaratë të përbashkët, përmes së cilës bëjnë publik qëndrimin e tyre. Pas takimit që zhvilluan për rreth 2 orë e gjysmë ditën e shtunë me kryeministrin Rama dhe kryebashkiaken Sako, banorët thonë se propozimet e kryeministrit nuk janë dakordsuar me ta dhe nuk mund të pranojnë një projekt me shkelje vetëm sepse është vendosur të zbatohet. Në deklaratë, grupimi qytetar kundër projektit të Durrës kërkon shtyrje të afateve ligjore të ekzekutimit të projektit, pezullim të shëmbjeve dhe shqyrtim ligjor të plotë të çdo rasti një nga një. Në të kundërt, banorët shprehen se do të detyrohen të përshkallëzojnë protestën dhe të intensifikojnë reagimin e tyre publik dhe institucional. Komunikimet tona në nivel ndërkombëtar tashmë janë realizuar dhe do të vijojnë në mbrojtje të drejtave tona dhe të parimeve të shtetit ligjor. Ne kërkojmë vetëm lishmëri dhe respekt për të drejtën tonë të pronës, thuhet në deklaratë. Ndërkohë, nga ana institucionale nuk ka ende asnjë hap konkret për të hedhur më shumë dritë mbi këtë çështje. Vendimi i MT Durrës, që i kërkonte banorëve të lironin banesat e tyre në mënyrë vullnetare deri më 16 shkurt, nuk është pasuar nga ndonjë vendimarrje tjetër. Në ditët në vijim, nisur dhe nga deklaratat e kryeministrit bërë pas takimit, pritet që institucionet e përfshira në projekt, si Ministria e Kulturës dhe Bashkia Durrës, të qartësojnë hapat e mëtejshëm që do të ndërmerren lidhur me këtë çështje.